Kreu 29. Sa po hapi sytë të premten në mëngjes, Tomi mori një lajm të gëzueshëm. Familja Thatcher ishte kthyer në qytet një natë më parë. Sa kaq indiani Joe bashkë me thesarin kaluan HPR në rend të dytë, kurse Becky Thatcher zuri përsëri qendrën e vëmendjes. E takoi vajzën dhe e kaluan së bashku me plot djemë vajza të tjera të shkollës mirë fort, me kumançe ku ka kush e ka. Ndërsa kurorëzimi më i bukur i ditës, Becky ju përgjërua sëmës që pikniku i famshëm, kaq i dëshiruar, kaq herë i shtyr, të bëhej më në fund të nesërmën dhe nëna pranoi. Vajza sa nuk fluturoi nga gëzimi, po ashtu si ajo dhe Tomi. Ftesat u shpërndan shpejt e shpejt para se të binte muzgu, dhe nuk vonoi e qishin quna e goca në qytet, u hipen ethet e këndshme të gaditjeve për të nesërmën. Këto ethe janë mban sytë hapur Tomit deri natën vonë. Ai ishte pothuaj i sigurt se së shpejti do dëgjonte mjollimin e hakut, me përfundimin që të nesërmen do t'i shtangte në vend Becky Thatcherin e bashkë me piknikasit e tjerë, kur të shpaloste para syve thesarin. Mirë po i doli huq, sepse nuk u dëgjua asnjë sinjal. Më në fund zbardhi dhe mëngjesi shumë pritur dhe rreth orës 10:11 të gjykatësi Thatcher ishte mbledhur një shoqëri gazmore e zhurmëmadhe. Gjithçka ishte bërë gati për nisje. Prindërit nuk e kishin për zakon aso kohë që të mërzisnin fëmijët me praninë e tyre. Disa zonjushe rreth të 18-tave dhe ca djelmosha aty të 23-tat do t'i mbanin kalamajt në të ngrohtë si kloçkat. Ishte marrë me qira për këtë rast targeti i vjetër me avull. Dhe ja, kuturma e hareshme mbushi rrugën kryesore të qytetit, ngarkuar me shporta e me boçe ushqimesh. Si di ishte sëmur edhe kishte zënë krevatin, kurse Mary ndej në shtëpi që të kujdesej për te. Fjalët e fundit që zonja Thatcher i tha Beckit para se të niseshin qenë: "Ke për t'u kthyer vonë, moj bi, prandaj është më së miri të flesh natën të ndonjë nga shoqet që e kanë shtëpinë afër bregut ku ndalon trageti." "Por i atëherë te Suzy Harperi, mama. Shumë mirë. Shiko, hap syt, sillu mirë dhe mos bëni shejtan lloqe." Sa po nisën, Tomi erdhi te Beku dhe i tha: "Dëgjoj, e di çfarë bëjmë? Nuk shkojmë te Joe Harperi, por ngjitemi lart në kodër dhe trokasim te Vejusha Douglas. Ajo ka për të na qerasur me akullore. E sigurt ajo bën akullore për ditë, aq shumë sa nuk di ku ta fus, apo nuk ka për të gëzuar kur të na shikojë ne. I vërtet sa burr ka për të qenë." Pastaj, si u mendua një çast, Becky tha: "Po mirë, po mami ç'do të thotë? E nga do ta marr vesh ajo?" Vajza u mendua pak, pastaj foli pa qef: "Më duket se nuk është mirë, megjithatë, ko thua tani? Mamaja nuk do marr vesh gjë, prandaj ç'të gjeti ty? Rëndësi ka që të kthehesh shëndosh e mirë. Ajo do të pranonte më njëherë sikur ti ta kishe pyetur, dhe bas që po." Mikpritja me nanë me Vejushës Douglas në njërin anë, këmbgulja e Tomit në anën tjetër, ja kthyen vajzës mendjen më në fund. Vendosi pra që të mos i zinte gjë me gojë njeriu për programin e darkës. Pa pritur Tomi u kujtua që atë natë mund vinte haku e t'i lëshonte sinjal. Ky mendim sikur jaftou entuziazmin. Mirë po prap se prap nuk mund t'iqte dorë nga mbrëmja e bukur te Vejusha Douglas. Funja, pse t'iqte dorë, haku tek nuk erdhi të mbrëmshmen, s'kishte për të ardhur as kësaj nate. Kështu që argëtimi i sigurt që e priste peshoi më fort në balancë se sa një thesar i pasigurt. Ndaj me arsyetimin prej kalamani, ai e ndau që të anonte anej nga ishte dhe tundimi më i fortë, pa e quar më në mend për atë ditë punën e syndykut me para. Ania ndali 3 milje poshtë qytetit te gryka e pyllzuar një projt vogël. Tufa gazmore u derdh në breg dhe pylli anë kënd bashkë me lartësinë e shkëmbimeve u mbushën sa kaq me britma të qeshura. Më në fund si i bën gjithë marifetet që të nxehin e djersitin, bredharakut u kthyer njëri pas tjetrit në fushim, të uritur e gjithë babzi, dhe këtu filloi edhe bluarja gjithë atyre të mjerave që kishin sjell me vete. Si mbaroi dhe banketi, çuna e goca ushtruan në hijen freskuese të lisave për të çlodhur ca. S'kaloi gjatë kur dikush briti: "Kush është gati për në shpellë?" Të gjithë ishin gati. Nxorën fëtëfët një trumë me qiri edhe me njerë u lëshuan si të nërkryer kodrës përpjet. Gryka e shpellës ndodhe në faqet kodrës. Ishte një qarë që të kujtonte shkronjën A. Porta e madhe për i druri nuk mbyllej asnjëherë me dry. Sa po e ka përcej atë, vinte një ndarë e vogël e acartë, si t'i kishte prej akulli muret, që në të vërtet qenë prej gurit fort gërgjeror, pikluar nga sumbulla veset ftohtë.
Një romantike të mistershme të kaprin këtu mes mugutirës e thellë, teksa shtrije e shkëlqente në ndjell lugina e gjelbër, por edhe mahnitja para bukurive të natyrës ja lëvëndën sërish gjullurdis. Sa pundes që rry i parë, më të vërsulën gjithë tek i Zoti, dhe sado që ai u rrek trimërisht ta mbronte flakën, që ryu ja u shuajt, ja u udhtej me një gast pa përmbajtur. Aty për aty ja nisi nga e para një betejë tjetër. Mirë po, si çdo vrulli, edhe këtij erdhi fundi, edhe të gjithë në radhë, njëri pas tjetrit, filluan të zbrisin të poshtë rrugës kryesore të shpellës. Ndërkohë që drita e zbete qerinjve ndriçonte faqet madhështore të shkëmbit deri pothuaj në pikën ku ato bashkoheshin, ndonjë 20 metra mbi kokat e fëmijëve. Kjo rrugë kryesore nuk ishte më shumë se 2-3 metra e gjerë, sa të bëje pak hapa veç kur shjuaj me të dyja krahet në një plan sansore, e lartë dhe më e ngushtë, sepse shpella me Gdugollit ishte një labirint i pamat me shumë rrugina gjarpëroshe që puqeshin, kryqëzoheshin, e ndaheshin me njëra tjetrin dhe nuk shpinin gjikundi. Thuaj se mund të endeshin e për shpellë me ditë e menet tëra e të mos ju agjeje asnjëherë fundin atyre shtigjeve e honeve të koklavitura, se mund zbrisje poshtë më poshtë e të hasje veç labirint në labirint, pa anë e pa fund. Nuk ishte ndonjë njeri që ta njihte shpellën, pasi kjo gjë ishte thjesht e pamundur. Shumica e djemve njihnin vetëm një pjesë të saj, edhe rrallë kush guxonte t'i kalonte caqet e kësaj copse. Edhe Tom Sawyeri njihte po aq sa të tjerët. Vargani eci rrugës qendrore si ndonjë kilometër, pastaj fëmijët nisin grupe nga dy të rrëshqisnin në shtigjet anësore, të zhdukeshin nëpër ca ngushtica të frikshme dhe tremnin njëri tjetrin nëpër vende ku rruginat takoheshin përsëri. Në një grup arrinte të fshihej të tjerëve rreth gjysmore, sidoqoftë pa i kaluar kufit e tokës së njohur. Sa e nga ca në krye të një grupi e pastaj tjetri, fëmijët u kthyen duke kulçuar tek gryka e shpellës gjithqef, ngjyrë kokë këmbë me pika qiriu, me pluhure me balt, të kënaqur sa s'bëhet me zbavitet e asaj dite. Hapën sy të u çuditën kur pan sa shpejt kishte fluturuar koha e tani po afrohej nata. Një këmbor mundohej të mlidhte njerëzit që për gjysmore, po mbyllje më romantike më të këndshme s'mund gjeje për aventurat e asaj dite. Në çastin kur trageti me tufen e harreshme mbi kovert u lëshua në mes të rrymës, askush nuk e qau kohën e humbur përveç ndoshta kapitenit të anijes. Në kohën që dritat e tragetit të rrshiten mbi skel, Haku e kishte filluar shërbimin. Nuk dëgjoi ndonjë zhurmë prej andaj, sepse kuptohet, fëmijët ishin kapitur e telefosur tek nuk mbante më. Vrau një copë herë mendjen, çania mund të ishte vallë kjo që nuk ndalej në skel, por pastaj e harroi atë dhe i nguli syt andaj nga e kish punën. Nata sa vinte po bëhej më e vrenjtur dhe më e errët. Kur ra ora 10, edhe ca pak zhurma karrosh pushuan, dritat tek e tuk në shtëpit nisën të shuheshin njëra pas tjetrës. As në një këmbë kalimtari nuk u dëgjua më, dhe kështu krejt qyteti ra në gjumë, duke e lënë të vetëm mes heshtjes e luketërve për gjimtarin e vogël. Me ora 11 u shuan edhe dritat e bujtinës dhe tani errësira u bë e plot. Haku priti si shy dukati një orë pa fund, mirë po nuk ndodhi kur gjë. Tani sikur po i lukunde i zelli. A kishte vërtet kuptime gjithë kjo? A mos nuk që më mirë t'i vinte ka pak e t'ikte nga kishte ardhur? Pa pritur i kapi veshi një zhurmë. Në çast përqendroi andej gjithë vëmendjen. Dera që binte për nga rrugica u mbyll me të lehtë. Ai kërceu menjëherë në një qosht të depos së tullave. Një çast më pas sa nuk e fshikën dy burra, që më sa duket mbanin diçka në krah. Duhet ishte ai Sëndyku, me një fjalë pra po e çonin të sarin gjetk. E sa para bënte që ta thërriste Tomin tani, as edhe një dysh. Ata kishin për të zhdukur bashkë me arkën e ec t'i gjeje prap. Jo, më mirë t'i ndiqje këmba këmbës e t'u qepej si rodhe. Errësira do ta mbronte me siguri. Tek ku vendonte kështu me vete, Haku ju vu pas atyre të dyve, duke rëshqitur si mace, këmbëzbathur në një largësi që nuk mund ta diktonin. Ata ka përcyen 2-3 rrugë derisa dolën në shtegun e lumit, edhe aty ja mbajtën në të majtë të një kryqëzimi. Pastaj nuk u kthyen më, por ecën drejt tek një monopat që ngjitej në kodrën e Kardifit dhe atje morën përpjet. E kaluan pa e mbajtur hapin edhe shtëpinë e Welshiotit plak Zotit Jones midis faqes së kodrës,
edhe vazhduan të ngjiteshin përpjet. E po mirë, tha Haku me vete, kanë për ta groposur thesarin te Gurorja e braktisur, po ata asgjë ndalën te Gurorja, vijuan rrugën drejt majës së Kodrës, e pastaj veç kur kthyen në një shteg midis ca gojmbushave të larta dhe u zhdukën në errësirë. Haku afrua duke shkurtuar largësinë, përndryshe do t'i humnin nga syt. Rende një çast më të shpejt, por edhe një herë i mbajti këmbët gjithë frikë se mos i kishte nxituar së tepërmi. Bëri edhe 1-2-3 hapa e pastaj nuk lëvizi më, por u shtruk e ngreu veshët. Asnjë gëk, asnjë piptim përveç zëmës të që rrihte fort. Jaku dëgjua që maji Kodrës edhe zëri u gurzi një kukuvajke. Nuk po nije më asnjë hap. Mos o zot, i kishte humbur vërtet gjurmët e gjithçka. Edhe për pak e do të lëshoi tutje, kur pa pritur dikush qëroi fytin as 2 hapa larg tij. Hakut i hovi zemër përpjet deri në gurmas, megjithatë arriti edhe një herë ta gëlltiste. E kapën pastaj si ta kishin zënë 7 palë ethe, ca drithma që u duk se çastin tjetër do ta shemnin për tokë. E dinte mirë se ku ndodhej. 5 hapa më tutje ishte porta e gardhit dhe matan arat e vejushës Douglas. Bukuri, tha, aty le ta fshehin, se ne nuk e kemi fort zor që ta gjejmë. U dëgjua një zë, fare ultas, zëri i indianit Gjo. Ta marrë dreqi, pas ka njerëz me sa duket, shikoi dritat, nuk shoh asgjë. Ky zë ishte zëri i panjohur që kishte qenë te shtëpia e lugetërve. Haku t'i ngru zemra. Ja pra, ku pas ka qenë ajo puna hakmarrjes? Mendimi i parë që i vetëtiu në kokë ishte tua mbath të këmbëve. Mendimi i dytë i kujtoi se vejusha Douglas më së njëherë i kishte bërë të mira, edhe ndoshta këto bandit po thurnin plan tani që ta vrisnin. Sa do donte t'i vinte asaj ndihme ta paralemronte, por e dinte se i mungonte guximi. Kishte frikë mos ata të dy e pikasnin dhe mbërthenin në vend. Gjithë këto, si edhe ca të tjera, ai i bloi sa pa dhënë përgjigjen indiani Gjo. Nuk sheh se ti ka zënë syt ferra, ditë këndej. Shikon tani apo jo? Po vërtet, pas ka njerëz me sa duket, më mirë e lëm fare këtë punë. Ta lëm fare, the. Ta lë unë që më nuk kthehem në këtë vend? Të na ikë edhe ky çast i fundit nga dora? Ja ku po ta përsëris. As që çaj kokën për paratë e saj. Merri se ti kam falur gjitha. Por mua më djeg sot e kësaj dite dhe kujtimit shoqit. I ati pis burri që sjell aq keq me mua. I ati far gjykatëse që më rasi brenda për vagabondllëk. Ku ma gjen, ta kishte lënë me kaq. Po jo, ai më ka bërë mua 1000 zeza më shumë. Ai qenë më ka rrahur, me kam gjik po them. Mund sheshin para burgut, si t'ishe një cop negër, kur si qyteti mbante se hirë. Ai diti çdo thot kam gjik, apo jo? Pastaj vajti e vdiq dhe mua më lathat. Po s'ka gjë, di unë ku e marr Hakun. Mos vetëm atja, mos e vrit gruan. Ta vras? Kush zuri fjalë për vrasje? Atë po, atë do ta vrisje sikur t'ishte gjallë, po të shoqen jo. Dëngla, gratë nuk vriten në qoftë se kërkon hakmarrje. Grati zbukuron, u prek pak hundën, u këput një çik vesh, edhe pastaj u jep në dorë. Mos o përëndi, vërtet. Tërci vërtësët ma i për vete, dhe me mua mos e kruaj shumë. Ashtu, do ta lidh mirë pas kravatit. Edhe po dha shpirt nga që i ikën shumë gjak, kam faj unë? Ajo mund qajet lebetitet, unë kam punën time. Kurse ti, ti ormik, ti duhet të më ndihmosh, se vetëm nuk ja dal dot më tanë. Apo jo, fundja pse erdhe këtu? Edhe shiko se më bën bisht pa të dërgoj me të shumtët, kupton? Të vras, se për ndryshe nuk kam nga t'ja mbaj. Ty bash me atë, edhe do ta shohim pastaj sa do të mbije në gjurmë. Ç'të them unë zju, kur qen ka për të bërë, le të bëhet. Veta mama sa më shpejt se më ka hyrë djalli në bark. Tani dashke zotrote, po njerëzit aty brenda? Më duket më kemi hile. Jo, ortun gjatë jeta, do presim gjeshta të shohin dritat. Nuk kemi asnjë ngut. Haku e ndjeu se tani do binte heshtja, edhe heshtja ishte 1000 herë më keq se dhe kuvendi më gjakatar i banditëve. Kështu pra, mbajti frymen edhe filloi të tërhiqej braptas si t'ishte mi gjëmba. Hidhte së pari njërën këmbë, pastaj drejt pëshohej, vinte tjetër në shesh e kështu me tutje. Kur ja një hap, i ra me një shkarp të thatë, mbeti si ngrirë dhe hapi veshët në përgjim. Asgjë nuk e thyen të heshtjen. Mirë njohja e tij s'kishte kufi. Ja dhe pak, me zgëmushës së lartë,
Bëri parapaktheu ngadal, si t'ishte në hije, pastaj eci me hap të ngutur, sado që gjithë kujdes. Kur doli dhe kurorja nuk pati më frikë, ndaj u rushua në pikë të vrapit. Poshtë të poshtë, gjersa arriti në fund shtëpinë e Welshjotit. Trokiti fort në derë dhe nuk zgjati, e ndrejtari u dha burri plak me dy djemtë e tij si diva. Ç'është kjo potere, kush troket aty? Hapani portën, pa ju a tregoj të gjitha. Kush jeti, Hakël Berefini, shpejt hapani portën. Nuk e hap portën gjithkush këtij emri, po lërini djema, lërini të dëgjojmë një herë si është puna. Ju lutem mos më nxirrni emrin, këto ishin fjalët e para të Hakut sa hyri brenda. Ju lutem, mosni, se e di që do më vrasin. Po Vejusha më ka ndihmuar kur ka qenë rasti, prandaj do t'ja tregoj, vetëm po nuk më nxorret emrin. Përbes kot nuk bën kështu ky djalë, diçka në bark, thirrë zoti Jones, hape portën, mos ki frikë se të rrëfen njëri djelash. As 3 minuta më pas, plaku me të bit kishin marrë kotrën përpjet dhe po kthenin tek shtegu i gëmushës, në majt gishtave me pushkët gati nduar. Haku nuk i ndoqi më tej, u fsheh pas një shkëmbit të madh dhe ngreu veshët. Pastaj një heshtje zvargur, plot ankth. Pastaj befas, krisën një herësh armëzjarri dhe një ulurim. Haku spriti më për hollësirat, hovi në këmbë dhe u bër